Protesta e veteranëve të UÇK-s në Tiranë ka trazuar ujërat mes lëvizjes vetëvendosje në Kosovë dhe kryeministrit Edi Rama në Shqipëri. Mbajtja e kësaj proteste në Tiranë dhe përkraja e saj nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, sipas lëvizjes vetëvendosje, është në shpërputhje me veprimet e kaluara të Ramës. Shumë nga ata që së dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, djeshin lëbuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Duarkryq ndaj kësaj nuk qëndroi Rama, i cili i reagoi lëvizjes vetëvendosje përmes një shkrimi në rrjetin social X. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë kam denoncuar farsën ndaj Shimthaqit e të tjerëve kurdo e kudo ka qenë rasti e nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim. Të papranueshme këto veprime po vlerësohen nga analisti Albinot Maloku në Prishtinë, sidomos pasi këto dy parti vijnë nga i njëjti tabor. Nga kompeticioni që kanë për brenda kësaj familje Edi Rama dhe Albin Kurti, atëherë edhe për temat më të nivelit kombëtar, ka këso situata është jashtëzakonisht të pafavorshme. Secili ka, po themi ashtu, gjunohet e veta në raport me themelimin edhe të një mekanizmi drejtësisë ndërkombëtare që njihet si dhomat e specializuara. Si jo të udhës shihen këtë përplasje në distancë për çështjen e Hagës, edhe prej analistit nga Shqipëria Ben Andoni. Është e tepërt, sidomos në këto momente që të bëjnë deklarata të tilla. Sidomos nga ana e zotit Kurti që përpara ka misione shumë të mëdha, ku misioni i parë është krijimi i qeverisë edhe institucionalizimi i proceseve të Kosovës. Ndërsa për sa i përket zotit Rama, do mundohej që të ishte pak më i kursyer. Protesta në Tiranë është vazhdimsi e protestave të organizuara nga veteranët në Prishtinë e në Hagë.